Në mes të debatit ndërkombëtar mbi dosjet e Jeffrey Epstein, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dalë publikisht për të mohuar çdo aludim se financieri të dënuar për trafik dhe abuzim seksual mund të ketë pasur lidhje me shtetin e Izraelit. Ai theksoi prerazi se Epstein nuk ka punuar për Izraelin, duke synuar të shuajë çdo spekulim që ka qarkulluar në opinionin publik dhe media. Megjithatë, deklarata e tij nuk u ndal vetëm te mohimi pasi Netanyahu e shfrytëzoi situatën për të sulmuar politikisht ish kryeministrin Ehud Barak. Sipas raportimeve të The Jerusalem Post, lidhjet mes Barakut dhe Epstein kanë qenë objekt vëmendjeje mediatike pasi të dy janë takuar disa herë në vitet 2015 dhe 2016, pra vite pas dënimit të parë penal të Epstein. Fotografitë e publikuara në atë kohë tregon Barakun duke hyrë në rezidencën e Epstein në Manhattan në New York. Duke komentuar për herë të parë mbi dokumentet e reja, Netanyahu shpreh se marrëdhënia e afërt mes Barakut dhe Epstein nuk dëshmon për përfshirjen të Izraelit, por përkundrazi tregon se bëhet fjalë për lidhje personale. Ai u përpoq të ndajë qartë individi nga shteti, duke theksuar se përgjegjësia është individuale dhe jo institucionale. Kryeministri shkoi më tej në akuza politike, duke thënë se Baraku, i zgënjur nga humbja e tij zgjetore vite më parë, ka tentuar vazhdimisht të minojë demokracinë izraelite. Sipas tij, kryeministri ka bashkëpunuar me grupe të majta radikale dhe ka nxitur protesta e trazira për të destabilizuar qeverinë aktuale. Ehud Barak, nga ana tjetër, njihet si një ndër kritikët më të fortë të Netanyahu dhe prej kohësh ka bërë thirrje për largimin e tij nga pushteti. Përplasjet e fundit duket se thellon më tej tensionin politik në Izrael, ndërsa çështja e Epstein vazhdon të prodhojë pasoja dhe debate dhe përtej Shteteve të Bashkuara.